Kompania Kesko ka njoftuar se prodhimi vendor i energjisë elektrike vazhdon që t'jeti i kufizuar, si pas kësaj njësia A3 është duke prodhuar rreth 110 MW sot, ndërsa pjesa tjetër e kërkesës do të mbulohet përmes importit të energjisë. Në të njëjtën kohë, konsumi i përgjithshëm ka shënuar rritje gjatë ditëve të fundit, kryesisht për shkak të përdorimit më të madh të kondicionerëve si pasojë e temperaturave të larta. Për siguruar furnizim të qëndrueshëm dhe pa ndërprerje, Kesko thotë se ka siguruar importet e nevojshme nga tregjet ndërkombëtare dhe po vazhdon të punojë intensivisht për të përmbushur nevojat në rritje për energji. Kesko njëherësh i bën thirrje të gjithë konsumatorëve që të ndihmojnë në kursimin e energjisë, veçanërisht përmes përdorimit më efikas të pajisjeve për ftoje. Çdo kilovator i kursyer ndihmon në lehtësimin e ngarkesës në sistem dhe ul kostën e përgjithshme të energjisë, duke përfituar të gjithë nga kjo, thuhet kështu në njoftimin e kësaj kompanie.